Mjekja e njohur tregon arsyeën pse nuk duhet të lani fytyrën në mëngjes. Kur bëhet fjala për kujdesin ndaj vetes, pyetjet më të shpeshta janë gjithashtu edhe ato në lidhje me rutinën e bukurisë, të cilat ofrojnë një lëkurë të pastër dhe të ndritshme. Çfarë na është thënë gjithmonë nga prindit dhe dermatologët është të larja e fytyrës në mëngjes dhe në mbrëmje janë dy procese jashtëzakonisht të rëndësishme. Ndërsa kjo është e vërtetë për disa lëkura, pastrimi i fytyrës në mëngjes nuk këshillohet gjithmonë nga specialistët. Sipas dermatologes Noelin Gonzalez, e specializuar në dermatologji kozmetike, larja e fytyrës në mëngjes nuk është as pak e nevojshme. Nëse e lani fytyrën para gjumit, nuk keni nevojë ta lani ashpër në mëngjes. Nëse shkoni menjëherë në shtrat pasi të keni larë fytyrën, ajo nuk është në kontakt me asgjë tjetër dhe kështu, nëse nuk është e djeshtitur tepër, nuk do të thotë ta lani, por mund ta pastroni atë si një mënyrë higjiene mjaft të mirë dhe për të lehtësuar kështu edhe shenjat që mund të krijohen me kalimin e moshës.